njëna pjesë sulmeve më të ashpra që ju vjen jush është prej publicistit Vetën Surroi, i cili ka dhe libër. A keni përgjigje ndaj sulmeve të tij? Si i konsideroni këtu? Ai ka qenë edhe kandidat për president. Të gjitha ato janë çështje dhe interpretime individuale të njerëzve që mua asnjëherë nuk më kanë bërë përshtypje dhe nuk më bëjnë përshtypje. Çështja e popularitetit, unë e them gjithmonë, është çështje e perspektivës dhe unë mundem të mos dalin mirë ta themin anketa, por kjo ka pak të bëj me ato sepse nuk më bën përshtypje, sepse unë nuk jam e fokusuar në ato që gjithsesi që të ngris popularitetin tim dhe të fokusohem në këtë. Dhe për mua është më rëndësi të theksoj se çdo paraqitje timen, çdo deklaratë timen, çdo fjalim timen ka pasur mesazh të caktuar, i cili ka pasur për qëllim që t'i avancoj proceset e vendit ton, i cili ka pasur për qëllim që të shkojnë në funksion të zhvillimit të gjithëmbashëm të shtetit ton. Dhe unë gjithmonë jam gëzuar të gjitha iniciativave dhe progresit pozitiv që ka pasur shteti jon, dhe gjithmonë unë jam munduar që ato t'i avancoj në nivelin më të lartë të mundshëm. E thashë më herët, unë nuk kontrolloj nuk menaxhoj as rrethe klienteliste apo nepotizme, apo nuk i kontrolloj mediat. Për mua ka qenë më rëndësi që çdo vendim që marr të jetë vendim në funksion të shtetit ton, në funksion të proceseve tona, në funksion të interesit të gjithëmbashëm të qytetarëve tanë.